Është koha për intervistën e ditës. Në studio veç më ka mbërritur Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu. Zoti Aliu, mirë se erdhët në Alsat. Faleminderit për ftesën, mirë se vëgjeta. Ju prezantova si Ministri i Shëndetësisë sepse do flasim vërtet për problemet e shumta në këtë sektor, por paraprakisht dua të flasim pak edhe për problemet në politik. Unë jam këtu, do flasim për çka doni. Po, sepse nuk janë të pakta edhe problemet në politik. Ajo e para që na intereson është a e finalizuat apo jeni drejt finalizimit të zgjidhjes për provimin e jurisprudencës në Shqip, sepse kohëve të fundit, përfaqësues të Vlenit kanë dalë me deklarata kundërthënëse sa i përket afateve. Njëherë ishte 1 muaj, 2 muaj, 1 javë, pastaj mbrëm kishim postimin e zotit Cali që tha teksti është finalizuar dhe kishim zotin Kasami që tha drejt finalizimit. Tani cilën deklaratë marrim? Varet nga cili kënd vështrim shihet, pra grupi punues ka finalizuar pjesën e zgjidhjes së problemit, ka ngelur pjesa teknike, çka nuk kupton pjesa administrative e procesimit. Po më lejoni përpara se të dal këtu, çdo herë duhet pyetja të fillohet nga pse s'është bërë 22 vjet, pastaj si është bërë tani. Ato do pyesim përfaqësuesit e opozitës do t'i pyetni ato, zoti Aliu. Tani ju jeni në pushtet dhe tani është pyetja ju kur do e zgjidhni dhe pse vazhdimisht jeni. Zgjidhja ende nuk është. Zgjidhja është bërë, pra grupi punues ka bërë zgjidhjen, zgjidhja tani më është administruar dhe procesohet në mënyrë teknike, nuk kupton që procesimi, çka nuk kupton në aspekt administrativ, duhet të kalon në institucionet e ministrisë dhe të parlamentit. Pra nuk ngelëm veç këtu, ne analizuam, ky është ndryshimi ndërmjet Vlenit dhe partive të tjera, ne reflektojmë dhe shohim kush janë boshllëqet në sistem dhe i detektojmë ato. Ne nuk detektuam veç këte, detektuam që shumë sertifikata në shtet jepen në Gjuhën Maqedone. Pra të gjitha ato jemi duke analizuar dhe duke bërë zgjidhje, duke filluar nga çdo ministri. Ja, unë jam Ministri i Shëndetësisë, edhe në shëndetësi ka plot certifikata të cilët do duhet ti bëjmë edhe në gjuhën shqipe. Ju e dini që edhe në ministri ku kam, po, do t'i bëjmë dhe jemi duke punuar dhe duke gjetur format, disa prej atyre lidhen vetëm me protokollet të brendshme, të tjerat lidhen në aspekt administrativ me rregullore dhe të tjerat lidhen me ligje. Pra jemi duke detektuar dhe duke bërë. Mbi 40 certifikime do t'jenë edhe në gjuhën shqipe. Për jurisprudencën tha që zgjidhja është gati. Çfarë përmban zgjidhja? Mund ta di opinionin? Pra zgjidhja është gati dhe studentët shqiptar do t'i nënshtrohen certifikimit në gjuhën shqipe. Ashtu si që nënshtrohen tash certifikimit në gjuhën shqipe në administrat. Ju e dini derisa unë kam qenë ministër në shoqëri informatike dhe administrat, brenda 9 muajve bëm të mundur që shqiptarët në nivel të shtetit, çdo administrator të nënshtrohet edhe në gjuhën shqipe. Komplet provimit jurisprudencës, apo do t'jetë ndarë në maqedonisht pjesa praktike? Unë tani nuk jam në grupin punues dhe nuk mund t'jap detaje pasi që nuk merret. Po kam informata nga kolegët, e dini që Bekim Sali është digasteri që merret me këtë pjesë dhe më informoi që zgjidhja është këtu, tani më pjesa administrative duhet të procesohet në institucion. Por përmbajtjen duhet ta bëjnë publike se për çfarë zgjidhje bëhet fjalë. Zoti Aliu, cili është pozicioni juaj në partinë Vlen? Pra, e dini që ka pasur një amullit të folurit se Bashkimi i Vlenit nuk do të mund të bëhet, sot ma Vleni është institucionalizuar, pra është një parti politike. Unë jam në strukturën e partisë politike, pra në kryesinë e partisë politike. Aty është definuar, e dini që në ditën Europiane ne jo rastisht e mbajtëm edhe kongresin e parë, që të japim një shtytje evropiane, një qasje ndryshe të politikbërjes në Maqedoni, dhe kështu kemi një parti politike me një model vërtet europian, ku është decentralizuar brenda, dhe ku përgjithësia nuk është e individi, por është e organet e partisë politike. Një parti politike e cila nuk është e mbyllur, është e hapur për qytetarët dhe ftoj çdo qytetar i cili mendon që mund të jep një shtytje, një vlerë shtesë, është i mirëseardhur në partinë politike Vlen. Ilir Demiri nga deputet i pavarur ju bashkua Vlenit, ndërsa përflitej se ai do të jetë nënkretar i Vlenit, ndërsa u bë Mimoza Musa. Pra edhe njëherë, partit politike me kështu modeli... Vetëm një pyetje, ku është tash Demiri, zoti Aliu? A është me ju, apo nuk është me ju? Doktori i minjohur dhe deputeti Ilir Demiri është me neve. Unë takohem shumë shpesh me atë pasi për 2 arsye. Arsyeja e parë është ajo empatia që kam ndaj intelektualëve të formuar siç është ky doktor.
dhe arsyeja e dytë është për shkak se ka qenë ministri i shëndetësisë dhe unë dua të dëgjoj për sfidat në shëndetësi edhe nga këndvështrimi i tij dhe shumë shpesh konsultohem me atë dhe takohem. Pra është pjesë e partisë politike Vlen, është në partinë politike Vlen. Pra vepron së bashku me deputetët e Vlenit. Dhe është së bashku me deputetët e Vlenit. A ka pasur diskutim brenda grupit tuaj lidhur me pozicionin tuaj në Vlen dhe a janë rreshtuar me ju funksionarët që paraprakisht u rreshtuan me Arben Fetajin? Pra edhe njerë, unë funksionet nuk i shoh si identitet personal, më besoni. Gjëri kam parë funksionet si një moment i cili do duhet t'japish për strukturën ku je, për digasterin ku menaxhon, dhe këte kam bërë edhe kur kam qenë ministër në informatik dhe sot e bëjt të njëjtën, pra struktura dhe funksioni është ajo që ti len pasi që do të lësh këtë digaster, dhe kjo ngellën veç puna brenda asgjë tjetër. Dhe u rreshtuan me ju? Të gjithë janë të rreshtuar me Vlenin tani ma, jo me Azir Aliun, pasi që edhe njerë potencoj që Vlenit si është institucion ma dhe është parti politike me organe, me strukturë të brendshme dhe të gjithë të cilët janë kundër kakofonisë politike dhe kundër vlerave të cilët i kemi parë deri tani, janë në Vlen dhe janë të rreshtuar në këtë strukturë. Zoti Aliu, tani më një kohë të gjatë po paralajmërohet rikonstruimi i qeverisë që asesi të ndodh, do shohim periudhën e ardhshme. A ka gjasa që me rikonstruimin e ardhshëm të përfshihen edhe ju si ministër, të mos jeni më ministër i shëndetësisë? Kjo lidhet me përgjigjen që u dhash më herët. Jo, tani një përgjigje më drejt për drejt. Unë derisa derisa flas jam ministër i shëndetësisë dhe çdo ditë, çdo minutë harxoj që të bëj ndryshime në shëndetësi. Ato ndryshime tani për fat mirë japin edhe rezultat. E dini që në 2025 Ministria e Shëndetësisë kishte notën 4.4 për besueshmëri të qytetarëve në ministri. Sot ulëmtimet i dini janë të publikuara. Vlera nota është tani 5.0, pra kemi një ngritje për unë gati për 5-6 ditë do të bëj 1 vjet si ministër i shëndetësisë, pra kjo është satisfakcioni personal. Nëse ju pyesin juve, ju do vazhdoni të jeni ministër i shëndetësisë. Pra, kush do të jetë ministër i shëndetësisë dhe a do të ngel Azir Aliu ministër i shëndetësisë, do duhet parlamentit ta vërteton atë dhe qeveria do duhet të jep emrat kush çfarë vlera ka dhe ku duhet të pozicionohet. Pra, këto janë pozicione, poste politike që nuk varen nga individi, por varet nga një kolektiv i thirrur qeveri, ku janë 3 koalicione, do në 3 parti politike ku bëjnë qeverin dhe kjo qeveri do duhet të vendosë kush ku duhet të jetë në të ardhmen. Pra ende nuk dihet se kush ku do jetë. Kështu mund ta kuptojmë. Të flasim tani për problemet në shëndetësi, ashtu siç thash edhe në fillim të intervistës, pse u larguan 50 punonjës nga klinika e sëmundjeve të fëmijëve në kohën kur vërtet ka nevojë për ta, pse duhet të pësojnë fëmijët e sëmurë për shkak të dobësive të sistemit. Pra, kur flasim për këtë klinik, është një ndar klinikat më senzitive në nivel të ekosistemit shëndetësor në shtetin tonë, për 2 arsye. Arsyeja e parë është për shkak se të gjithë trajtimet më komplekse mbarojnë në atë klinik dhe dikundi statistika thonë që mbi 70.000 pacient trajtojnë brenda vitit, ndërsa mbi 7.000 pacient hospitalizohen brenda dhe të gjithë janë fëmijë, e dini, të moshës së re. Po nga ana tjetër, ky institucion ka shumë probleme të kadrovikut. Ne në 2024 në institucioni kishte një suficit kadrovik ku dikundi mbi 120 punonjës vende bosh ishin në sistematizim, dhe çka bëm në 2025 30 punonjës me orar të plot janë tani më në punë brenda dhe një pjesë e tyre ishin me orar të caktuar, po nga ana tjetër ka dhe një problem tjetër strukturor brenda, do në dikundi nga infermieret, më duket mbi 25 janë të moshës mbi 60 vjet, ku shumë shpejt do të pensionohen, mbi 5-16 janë të moshës mbi 57 ku nuk mund të me liq nuk kujdestarojnë, pra këtu kemi dhe problemin e kujdestarisë në këtë institucion. Pra që i bie, Zoti Aliu, që ta kuptojmë që ka mungesë deficit kadrovik. Po pse atëherë largohen 50 veta? Nuk largohen, por është procedurë administrative. Se financat kanë dhënë mendim negativ, apo? Pikrisht, pra në çdo institucion shtetëror, përveç ministrisë, përveç kërkesës nga institucionin, në këtë rast nga klinika, dhe kërkesës nga Ministria e Shëndetësisë, duhet jepet pëlqim edhe nga Ministria e Financave, që trajton numrat dhe vlerat, nuk trajton vlerat. Ministër
aspekte, keni diskutuar se kjo klinik ka nevojë për këta? Jo veç kjo klinik, ne kemi deficit kadrovik në çdo klinik, besoni, dhe tash bëjmë riorganizim, risistemim të kapaciteteve njerëzore, pra shumë shpejt edhe kjo klinik si të gjitha tjerat do të ketë zgjidhje kadrovike. Këtu ka ndodhur një keqpërdorim dhe keqkuptim administrativ ndërmjet institucioneve, ku njëri institucion me vonesë ka bërë kërkesën dhe tjetri pa analizuar mirë ka dhënë mendim negativ, pra do të zgjidhet problem. Do të rikthehen në punë? Nuk e dija do të rikthehen të njëjtën në punë, po gjithsesi do duhet sistematizimi të bëhet dhe plotësimi i vendeve në bazë të sistematizimit. Unë nuk bëj punësime në klinika, bëjnë drejtorët, kështu që përgjegjësia e ministrit është të siguron që klinikat të kenë kadrovik në bazë të sistematizimit që i kanë brenda. Jo, sepse kur klinikat e tona nuk i hapin dyrë, ti hap Europa, po na ikin gjithë mjekët, infermierët, sidomos infermierët jashtë shtetit. Është një dhimbje arta që është jo veç aty edhe njëherë potencoj në çdo institucion shëndetësor, për shkak se për fat keq unë gjeta një institucion i cili nuk kishte një plan veprimi 10 vjeçar, siç ka në çdo institucion shëndetësor në nivel botror, gjeta një institucion i cili krijoheshin politikat ad hoc dhe kishte një politikë e cila dukeshte bukur brenda ditës, po nuk jepte rezultat brenda muajit dhe brenda vitit. Për këtë arsye ndryshuam komplet qasjen në shëndetësi, pra tani shëndetësia ka numra të saktë të punësuar në çdo institucion shëndetësor dhe në bazë të këtyre numrave dhe të sistematizimit ne tani bëjmë projekcion me financa se sa duhet të punësohen. Jo më larg se një muaj e gjysmë nga tani do të kemi punësime të reja të specializantëve në çdo klinik, potencoj, nuk është vetëm kjo klinik me deficit kadrovik. Ju keni në brendësi të shtetit spitale të cilët kanë suficit të kadrovikut, ndërsa në pjesën tjetër kemi deficit dhe ky balans i kadrovikut detyrimisht duhet të bëhet një ditë, sado që të jetë ai i dhimbshëm. Jo rastisht bëjmë edhe regionalizimin e shëndetësisë, që të mundemi pastaj mobiliteti i brendshëm të jetë shumë më i lehtë. Për fat keq edhe një herë potencoj edhe specializimet janë dhënë në bazë të dëshirës, jo në bazë të nevojës së shëndetësisë. Dhe sot kemi në bazë të dëshirës. Për shembull, kemi pilot, ministria ka hapur dhe ministria bën strukturën e specializimeve dhe tani nuk do të jetë si ka qenë më herët të jepen për shembull atje ku është më atraktive dhe biznesi ku është më i madh në plastik apo në ginekologji e kështu me radh dhe mos ketë infektolog për shembull që është numër deficitar në nivel të shtetit. Kardiolog kemi në një pjesë shumë, në pjesën tjetër kemi mungesë. Kështu që është një dezorganizim në aspekt kadrovik në shëndetësi, ku për fat keq nuk ka pasqyrë të qartë dhe në fund të ditës kur do të merrni numrat nuk duket që mungojnë shumë, po kur do shihni institucionet, kemi institucione siç është ky institucion që kemi deficit kadrovik dhe kemi pastaj suficit në institucionin i cili është 20 metra larg këtij. Po megjithatë prapë nuk dihet cili do jetë fati i këtyre punonjësve që në cilëve Ministria e Financave nuk ka dhënë pëlqimin për vazhdimin e kontratave. Pra, Gjithë 50, unë flas për këta, sepse thatë edhe vetë, ka mungesë edhe në institucione tjera, ka me kontrata pa kontrata edhe në institucione tjera. Po në drejtim të eliminimit, çfarë është bërë të praktikës që mjekët Zoti Aliu disa prej tyre të regjistrojnë paga marramendëse, ndërkohë që një pjesë punojnë pa ndalur edhe në spitale private. E vërtet. Shumë e vërtet. Dhe çfarë keni bërë në këtë drejtim? Pra, digitalizimi nuk është vetëm strukturë teknike dhe unë nuk e shoh kështu. Pra është shumë është qasje në institucion dhe është një formë direkte për transparencë më të madhe dhe një formë direkte kundër keqpërdorimit dhe abuzimit me institucionet në shëndetësi. Jo rastisht për herë të parë bëjmë strategjinë nacionale për digitalizim dhe forma e vetme, Arta më besoni, është digitalizimi për transparencë dhe abuzimet të tilla. Çka bëm? Puna e parë bëm hapjen e listave të pritjes për intervenime, për shkak se këtu dukeshte që ka abuzim më të madh dhe tani qytetarët mund ta dinë kush është radha e qytetarit për të pritur për të marrë shërbimin shëndetësor në një institucion. Forma e dytë është hapja e transparente e buxhetimit të institucionit dhe të pagave në institucione të ndryshme. Punojmë bashkë me fondin për të kemi interoperabilitet. Paramendoni tani për tani nuk kemi
agregim, nuk mund bëjmë agregim të dhënave nga fondi shëndetësor, ato i marrim me letra të printuara dhe është shumë rëndë bësh analiza ose shumë kohë merr, pra ideja është të agregojmë, të bëjmë interoperabilitet që në kohë reale të dimë për çdo pak pse shkon dhe ku shkon në punonjës së shëndetësor. Por ajo ka kohë derisa të përfundojë gjithë procesin. Jo, shpejt do të përfundojmë. Deri atë premtoni se do ketë përmirësim të kushteve, sepse qytetarët vazhdojnë të ankohen për kushtet në klinika, për mungesë termineve, për bredhje nga një klinikë në tjetrën. Pra, nuk është pa ankesa, zoti Aliu. E vërtet. Nuk është se janë dalur ankesat. E vërtet. Dhe nuk mund të ndalen ankesat, mos pritni që edhe në vitin 2027 do të ndalen ankesat për shkak se procesi dhe infrastruktura në shëndetësi është e tillë. Në aspekt infrastrukturës ju keni infrastrukturë e cila shumë e vjetruar, në aspekt të digitalizimit s'kemi as pak, në aspekt të transparencës e dini vetë se sa është, dhe të gjitha këto nuk mund bëjnë as për një vit, as për 2 vite, janë procedurat dhe proceset të cilat do të... Por ata që pësojnë në fund të ditës janë qytetarët. Shumë e vërtet, janë qytetarët dhe për atë shkak kemi zgjidhje edhe ad hoc. Për shembull kemi hapur për qytetarët kabinetin e ministrit, ku çdo të premte nga ora 10 deri në ora 15 qytetarët vinë dhe qajnë derdhet e tyre, në bazë të këtyre ne zgjedhim edhe problemet brenda ditës. Po këto janë zgjidhje personale që nuk janë institucionale dhe nuk duken. Po dikujt mund t'ja zgjedhësh hallin, por jo të gjithëve. Shumë e vërtet. Për këtë arsye, më lejoni të them në aspekt të infrastrukturës, ne tani do të kalon këtë javë në qeveri 205 milion euro investime në infrastrukturë, pra në Tetov, në Korçov, në Shqip. Këto investimet e di si është zoti Aliu, këto është mirë kur t'i shohim të lavdroheni. Ashtu i bie. Sepse gjithmonë jemi mësuar të dëgjojmë investime kaq, por fundin duhet ta presim dhe ta shohim, atëherë do t'ju japim 1 minutë për të lavdruar, nëse vije deri tek realizimi. Tani ma jepni që t'ju them që veç buxhetin e kemi rezervuar, për shkak se pa para s'bëhet asgjë. Pa para, por edhe realizimi është më i rëndësishëm në fund të fundit. Kemi edhe shumë pak minuta. Kohë më parë publikuat raportin për ndërhyrjet e panevojshme kardiologjike në spitale private dhe shtetërore, dhe kush garanton, zoti Aliu, që ndërhyrjet e tilla të panevojshme nuk vazhdojnë ende? Pra sistemi duhet të garanton, jo ministri dhe jo mjekët, pra çka kemi bërë. Nëse varemi, nëse kërkojmë garanci, nëse presim, duke parë zhvillimet si shkojnë. Pra ministri është ai që krijon politikat në Ministrinë të Shëndetësisë dhe që krijon sistem. Pra për të krijuar sistem, unë kam marrur hapa dhe thash edhe në fillim të këtij procesi dhe sot në fund kur procesi ka përfunduar që ky raport do të jetë raport i cili do të jetë transparent. Unë bëna pres konferencë për atë dhe thashë raport i cili do të na dikton rregullat të reja në shëndetësi dhe këtë e bëm. Tani për herë të parë kemi një konsorcium mjekësh, ekspertë të ndryshëm, të cilët për sëmundje që lidhen me kardiologji dhe kardiokirurgji do të japin mendimin profesional se si duhet të përfundon trajtimi i pacientit dhe këtë për herë të parë e bëjmë në shtetin tonë dhe ky është sistemi i cili do të na garanton që çdo pacient do të trajtohet në mënyrë dhe në formë ashtu siç është definuar në protokoll shëndetësor. Minuta kemi pak, por patjetër t'ju pyes edhe për një ligj që e paralajmëruat miratimin e tij apo hyrjen në fuqi të tij që nga 1 marsi kaloi ligjin antiduhan, nuk e kemi akoma në fuqi, nuk ka kaluar as në seancë qeveritare, nuk ka mbritur as në kuvend. Për nesër keni paralajmëruar takim me sektorin civil. Pra nesër në ora 12 jeni të ftuar pse vonohet miratimi, zoti Aliu? Dihet që me ligjin synojnë masa më rigoroze dhe ky hap është i guximshëm, por ka efekte zgjedhore dhe mundet për këtë arsye edhe të mos miratohet. Ndoshta është edhe për këtë arsye vonesa. Pra do t'ju demantoj, zonja Arta, për shkak se nesër vetë përmendet, kemi takimin e fundit me të gjithë stakeholderët që janë në mënyrë direkte apo indirekte të involvuar në ekosistemin e tillë që do të ndikon pozitivisht apo negativisht ky ligj. Pra ligji do të hyjë në procedurë qeveritare pas ditës së hënë, pasi që ideja ishte ligjit të krijohet jo vetëm nga Ministria e Shëndetësisë, por nga gjithë stakeholderët me qëllim që mos ngele vetëm shkronjë në letër, po të implementohet. Këtu kemi kyçur, më duket nëse nuk jam gabim 15 institucione që kanë qenë direkt të lidhura në ligj me qëllim që implementimi vërtet të realizohet i këtij ligji dhe ju garantoj që pas kalimit të ligjit në parlament nesër do ketë hapa konkret. Po nesër kemi pres konferencën bashkë me kryeministrin dhe të gjithë stakeholderët dhe
pas kësaj pritet që të kalon në qeveri dhe në E pa parlament. atëherë për gënjeshtrimin nuk do t'ua pranoj sonte, do t'ua pranoj në momentin kur ty në fuqi ligji antiduan. Në rregull, E bëjmë kështu. atëherë, e Faleminderit bëjmë zoti Aliu që ishit sonte në Alsat. Faleminderit shumë për kohën.